17 nga 38 komuna në total do të shkojnë në balotazh me 9 nëntor, pasi asnjëri nga kandidatët nuk arriti të sigurojë mbi 50% të votave në raundin e parë të zgjedhjeve lokale të 12 tetorit në Kosovë. Krahasuar me vitin 2021, këtë herë janë 5 komuna më pak në balotazh, ndërsa 21 komuna e mbyllën garën që në raundin e parë, 4 më shumë se në zgjedhjet e mëparshme. Kryesuesi i KQZ-s, Kreshnik Radoniqi, ka paraqitur rezultatet reale në secilën komunë në bazë të platformës online të KQZ-s. Qendrat komunale të numërimit do të fillojnë punën për numërimin e votave për kuvende komunale nesër. Orën e fillimit të numërimit do të jetë 12 mesditë apo në disa vende edhe në orën 16, por besojmë që brenda kësaj jave do të kemi edhe rezultat. Sipas KQZ-s, pjesëmarrja në votime ishte 89% nga mbi 2 milion qytetar me të drejtë të vote, ndërsa rreth 44.000 votues ishin nga diaspora.